Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e vitit 2026 edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, që janë postuar për gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë. Ju uroj gëzuar një vit sa më të mbar, suksese në jetën tuaj, por në dashuri, por edhe në çdo fushë të jetës tuaj. Atëherë, do fillojmë në lidhje me shenjën tuaj, do flasim lidhje me shenjën tuaj, viti 2026 është një vit ku do ndikojnë në gjendjen tuaj shpirtërore, ju do keni harmoni gjatë këtij viti, por gjithsesi është një vit i bukur, ju do shpalosni së shpejti idetë tuaja, thjesht është një vit tjetër dhe shansi juaj është për ta kthyer çdo sfidë dhe mundësi që do t'ju jepet gjatë këtij viti në ekuilibër, ose në një mënyrë duke ekuilibruar gjërat në një mënyrë të përkryer. Megjithatë, ju do jeni të udhëhequr në rrugën tuaj dhe përgatituni për një vit që do ketë harmoni, përmbushje personale në lidhje me shenjën tuaj. Gjithsesi, unë kaq mund të flas në këtë video sepse do shoh tarotin. Ju mund të ndiqni dhe videot që kam nxjerr për shenjat e horoskopit, 3 shenjat, që është shenja e dashit, e binjakëve dhe e peshores. Aty mund të dëgjoni diçka më shumë në lidhje me shenjën tuaj. Por ndërkohë mund të ndiqni dhe ascendenten ose hënën ku e keni, sepse ascendenti ka shumë rëndësi. Është përfaqësojeni më shumë te shenja juaj ascendente. Gjithsesi do fillojmë në lidhje me muajin janar. Jemi te energjia e ajrit që jeni dhe ju vetë. Unë ju shoh që në fillim të këtij viti ju do largoheni nga vështirësitë që keni pasur në jetën tuaj. Mund të lini mbrapa vështirësi që keni pasur në lidhje me dashurinë, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, në situata familjare të ndryshme që mund të keni pasur, por dhe në lidhje me punën tuaj dhe nga ana ekonomike. Dhe ju do të jepni një drejtim më të qetë situatave në lidhje me gjithçka. Është një muaj largimi nga vështirësitë, por edhe për pjesën e personave që janë mund të jenë në njohje ose do kenë një njohje gjatë fillimit të vitit, shoh që mund të keni kaluar vështirësi në lidhje me dashurinë dhe shoh një takim me këtë person ku ju shkoni në një vend të qetë, ndoshta edhe për të diskutuar ose për të hyrë në bisedime me këtë person. Ndërsa për të tjerët mund të jetë që edhe ju që në njohje ose në lidhje do shkonin, mund të keni udhëtime në një vend të qetë gjatë kësaj periudhe, gjatë muajit janar, për të qëndruar së bashku, por për t'i dhënë një drejtim më të mirë njohjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja. Një pjesë prej jush mund të keni të bëni me pjesën e dokumentave, kur keni kaluar shumë vështirësi dhe në muajin janar ju do filloni të vini diçka në vijë në lidhje me pjesën e dokumentave, por dhe në lidhje me studimet dhe nga ana shëndetësore për një pjesë tjetër. Dhe do t'i drejtoni gjërat me shumë mençuri, ju shoh. Gjithsesi, është një muaj shumë i mirë, muaj janar, sepse ju harrini të lini çdo vështirësi që keni kaluar mbrapa për t'i dhënë një drejtim më të mirë. Kjo ka lidhje me punën, partneritete, bashkëpunime të ndryshme, me karrierën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Dhe kalojmë në muajin shkurt, shoh përsëri largim në muajin shkurt, ju përsëri do largoheni nga gjërat që ju ndoshta nuk ju shërbejnë më dhe do merrni një drejtim më të mirë për vete. Dhe këtu flasim për gjithë ata që janë në marrëdhënie, në njohje që ndoshta nuk funksionojnë më, unë shoh që largoheni për të marrë, për të filluar diçka të re, për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Jo domosdoshmërisht për të filluar gjëra të reja, por ju do ta bëni për veten tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh që ju përsëri, edhe pse mund të lini diçka me dhimbje mbrapa, mund të keni pas një njohje, një lidhje që nuk ka funksionuar, ju do mendoni më tepër për veten tuaj,
dhe do largoheni për të parë, për t'i dhënë një drejtim më të mirë vetes tuaj, për të qenë më të qetë me veten tuaj. Dhe këtu jemi te energjitë shenjave të ujit, ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën tek këto shenja, dhe ata që e kanë në këtë shenjë, në shenjat e ujit, ndikojnë më fuqishëm. Ose ju mund të largoheni nga një punë për të filluar diçka tjetër. Por është një punë që do ta lini ndoshta pak me dhimbje këtë punë. Mund të jetë një punë që vërtet ju ka pëlqyer, por do gjeni diçka më mirë dhe ju do mendoni për veten tuaj në këtë rast. Por dhe në lidhje me anën ekonomike ose situata të ndryshme që ju do keni. Gjithsesi 2 muajt e para janë që ju do të jepni drejtim gjërave, familjes, shtëpisë, fëmijëve tuaj, punës tuaj, por dhe anës tuaj ekonomike, por dhe situatave në lidhje me shëndetin, me dokumenta të ndryshme, por edhe me studimet. Dhe vazhdojmë në muajin mars. Muaj mars jemi te energjia e shenjave të tokës, ju do jeni të vendosur në qëllimet tuaja, por ndërkohë do mendoni seriozisht në lidhje me këtë, me një fillim të ri që do bëni, një njohje re, në një rast. Në rastin tjetër mund të jetë një person që është ekonomikisht i fortë që vjen drejt jush në muajin mars, është një person që vërtet mendon seriozisht për ju. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që do mendoni shumë rreth anës tuaj ekonomike, rreth familjes, si të shoni të ardhurat, si të stabilizoni ose të vendosni ekuilibra në lidhje me anën tuaj ekonomike. Për disa të tjerë mund të merrni këshilla nga një person financiarisht, mund të jetë një person që është i afërt për ju, ose në rastin tjetër mund t'ju ndihmoj, mund ju dëshironi të largoheni, se nuk tham, në muaj shkurt disa prej jush ndoshta dëshironi të largoheni jashtë shtetit. Një pjesë tjetër mund të jeni duke lëvizur nga një vend në një vend tjetër, nga një qytet në një qytet tjetër. Mund të keni një ndryshim pune, të lini një punë ose një projekt, një bashkëpunim për të filluar diçka tjetër. Dhe në muajin mars është një energji femërori që është një person shumë i dashur që do t'ju mbështesi. Mund t'ju mbështesi me këshillat e veta ose në rastin tjetër mund t'ju mbështesi dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi një pjesë prej jush në muajin mars i shoh në një pozicion ekonomik të fortë, sepse jemi te princesha e monedhave. Por për një pjesë tjetër mund të jeni edhe mund të keni dhe oferta të ndryshme në lidhje me punën gjatë kësaj periudhe, me projektet, me bashkëpunimet, por shoh që është diçka që ju do pozicionoheni shumë mirë. Mund të keni dhe një rritje në detyrë në karrierën tuaj, por për disa të tjerë shoh që ju do mendoni se si të menaxhoni të ardhurat tuaja për të vendosur ekuilibra në lidhje me anën tuaj financiare. Dhe vazhdojmë në muajin prill, dhe jemi përsëri në energji toke. Muaj prill ju do bëni fillime të reja, të menduara që në muajin mars. Mund të jetë fillimi një dashurie të re, një njohje re, ku ju do ndjeni shumë entuziast, dëshironi të riskoni me këtë person, ose të rrezikoni për të futur në këtë njohje, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju do mendoni se si të çoni marrëdhëniet tuaja para. Është dhe do ta bëni me shumë entuziazëm këtë gjë. Disa prej jush mund të mendojnë në lidhje me udhëtime të ndryshme dhe vërtet do ndjeni shumë mirë, do ndjeni shumë entuziast në lidhje me këto udhëtime. Ju shoh me shumë pasion, me shumë zjarr, por edhe me shumë emocione gjatë këtij muaji. Ndërkohë mund të keni edhe një person besnik që do t'ju mbështesi. Gjithsesi shoh që këtu keni të bëni dhe me të gjitha shenjat e horoskopit, se janë të vendosura të gjitha shenjat këtu, por shoh që dhe ana tuaj ekonomike, ju do rrezikoni, do riskoni për të bërë një investim, mund të filloni një biznes, një aktivitet privat, diçka online, një punë online ose diçka tjetër, dhe unë shikoj këtu që ju, edhe pse mund të keni të ardhurat vogla, ju përsëri do ndjeni shumë entuziast në lidhje me këto fillime të reja. Mund të jetë një bashkëpunim tham te vendi punës, një partneritet, një kontratë, mund t'i merrni nga më të ndryshmet, por ndërkohë mund të jetë që ju dhe të zhvendoseni gjatë kësaj periudhe diku. Por është diçka e menduar mirë, por ndërkohë dëshironi edhe të hidhni hapa duke rrezikuar pak. Është një muaj fantastik edhe muaj prill.
Dhe në muajin maj, për gjithë ata që do bëjnë fillime të reja, në muajin prill, një dashuri e re, që ju vërtet dëshironi të shkoni drejt i personi, dëshironi të rrezikoni me këtë person, unë shikoj që keni takime. Një takim shumë emocione, ju do shkëmbeni kupat me njëri tjetrin gjatë muajit maj, por dhe në marrëdhëniet tuaja, ju shoh që do jeni më të konsoliduar, por shoh që është edhe një muaj shumë emocional për ju, sepse jemi te energjia e shenjave të ujit. Do jeni të lidhur me shtëpinë, me familjen, do keni lajme të mira, sepse jemi te energjia e gafores këtu. Por ndërkohë ju do mendoni shumë se si të stabilizoni edhe të futeni në partneritete, dhe do jenë partneritete shumë të mira gjatë këtij muaji, ose bashkëpunime shumë të mira, ose në rastin tjetër nëse ju jeni të punësuar, një person dashamirës do t'ju mbështesi. Ndërsa për disa të tjerë shoh që do keni lajme të mira nga fëmijët, në shtëpinë tuaj, mund të jenë lajme të mira me këto fillimet e reja, për disa mund të jetë dhe një zhvendosje dhe ju dikush do t'ju ndihmojë aty. Ndërsa për disa të tjerë shoh një çlirim shpirtëror gjatë muajit maj. Është një muaj emocional tash, është një muaj me lajme të mira, një muaj ku është një muaj që vërtitet më tepër rreth dashurisë, emocioneve, por edhe partneriteteve të ndryshme që mund të keni, por mund të keni lajme të mira dhe në punë dhe në lidhje me prona të ndryshme, ose nuk e di, edhe nga ana ekonomike e shoh më fort. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin qershor. Në muajin qershor jemi te energjia e shenjave të tokës, jemi te britsjapi, ju shoh që ju jeni në një pozicion mbretëror, në një pozicion shumë të fuqishëm, dhe kemi dy herë kalojmë nga princesha te mbretëresha e monedave. Ju do harini të pozicionoheni. Në lidhje me dashurinë, ju shoh që do ta mendoni mirë në lidhje me një person që do njiheni gjatë muajit maj. Është një person që shoh që të dy do keni shumë emocione në lidhje me këtë dashuri, dhe ju do vendosni qëllime vetes dhe do ta mendoni seriozisht këtë dashuri, këtë njohje ose lidhje që ju do futeni. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që ju për gjithë ata që janë në marrëdhëniet në çift, por edhe në lidhje me familjen dhe me çfarë do lloj gjëje tjetër, ju shoh do jeni në një pozicion më të fortë edhe në familjen tuaj, por dhe te vendi punës mund të keni ngritje në karrierë, mund të kapni një pozicion më të mirë, por ndërkohë shoh edhe ana ekonomike, ju do ndiheni më të fuqishëm nga ana ekonomike. Ndërsa për një pjesë tjetër do mendoni se si ti menaxhoni të ardhurat tuaja gjatë muajit qershor. Është një muaj fantastik dhe muaj qershor, dhe kalojmë te muaji korik. Muaji korik është një muaj, kemi të bëjmë me energjitë të shenjave të zjarit. Është një muaj suksesi dhe fitoreje për ju. Ju i vendosni qëllime vetes në muajin qershor, dhe në muajin korik ju harini në suksesin që ju e keni pritur. Mund të jetë një sukses në dashuri, mund të jetë një person nga distanca, por jo domosdoshmërisht, dhe ju do ndjeni entuziazm me këtë person, do ndjeni që vërtet e keni fituar këtë person, do ketë njerëz që do t'ju mbështesin, por do ketë edhe njerëz të tjerë që do bëhen ziliqar në lidhje me dashurinë tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh në udhëtime, mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata. Për disa të tjerë mund të keni sukses te vendi punës, ose edhe në familjen tuaj me fëmijët tuaj, por shoh një sukses edhe me kontrata, partneritete të ndryshme që ju mund të bëni. Por shoh edhe një sukses ekonomik, që ju e keni menduar që në muajin qershor dhe do filloni të menaxhoni të ardhurat tuaja, por ndërkohë për një pjesë që do pozicionohen mirë, mund të keni rritje në karrierë, ju në muajin korik do filloni të realizoni ose të festoni këtë sukses që do arrini. Dhe muaji korik është përsëri një muaj suksesi, fitoreje në lidhje me ju. Dhe kalojmë në muajin gusht, ku është edhe një muaj ku njerëzit ikin me pushime, të gjithë ikin me pushime.
Dhe ju shoh që do jeni shumë të konsoliduar në familjen tuaj, ndoshta do mendonin lidhje me shpenzimet që do keni, dëshironi të investoni për të bërë pushime, për shkuar diku. Në lidhje me pjesën e personave që do jenë në një njohje dhe vërtet do ta fitoni këtë person, unë ju shoh që ju do bashkëpunoni me personin, do bini dakord, ndoshta edhe për të shkuar me pushime gjatë gushtit. Ndërsa në marrëdhëniet në familje, familjare, dhe aty shoh për çiftet, por dhe të gjithë ata që janë në njohje në lidhje, do planifikoni pushimet së bashku. Do më thënë, është një muaj që ju do jeni të bashkuar për të bërë pushimet së bashku. Ndërsa për disa tjerë mund të jeni duke menduar një blerje shtëpie, të investoni për të bërë një blerje shtëpie, ose për të bërë një blerje makine, mund të bëni dhe blerje të ndryshme online. Për pjesën tjetër mund të jetë një muaj i suksesshëm ekonomik, financiar, sepse unë shoh që ju do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Është një shumë që ju do t'ju kënaqi. Disa të tjerë mund të dëshironi të investoni te shtëpia juaj ose të keni një shtëpi të dytë, shkoni të investoni për pjesën tjetër, ndërsa për disa të tjerë mund të harrini edhe të grumbulloni një shumë të konsiderueshme parash, ndoshta nga kursimet që mund të keni kursyer gjatë vitit. Dhe kalojmë në muajin shtator. Muaji shtator ju shoh për pjesën e personave që janë beqar, për gjithë ata që nuk janë futur akoma në njohje, ju do keni një person te vendi punës. Është një person që do të rriqet nga ju, dhe jemi te energji e bricjapit, shenjat e tokës, dhe këtu përsëri shenjat e tokës, por ju nuk e shikoni këtë person. Jeni të përqendruar te puna dhe ky person ju admiron, ju pëlqen, por ju sikur nuk e shihni. Gjithsesi, në lidhje me familjen, me çiftet, gjithë ata që janë në njohje ose në lidhje, shoh një lloj bashkëpunimi. Ju do bashkëpunoni me njëri tjetrin në lidhje me çfarë do lloj situate që keni në familjen tuaj, me fëmijët tuaj ose edhe në çift siç mund të jeni. Ndërsa për një pjesë tjetër, të gjithë ata që mund të bëjnë diçka të re, se shoh që do merrni një shumë të madhe parash dhe ju dëshironi të investoni diku, të hapni diçka, ju shoh që të ardhurat tuaja do jenë të vogla në shtator, por ju do ndiheni të admiruar, të pëlqyer, ndoshta nga shefet tuaja, ose në qoftë se ju hapni një aktivitet, ndoshta do merrni pak përfitime, por mund të jetë një klientelë mirë që ju vlerëson për mallrat që ju keni ose diçka tjetër. Ndërsa për disa të tjerë mund të keni bashkëpunime në grup, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me anën ekonomike, por mund të jetë edhe që ju mund të mblidheni në grupe me shoqërinë tuaj ose diçka tjetër. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin tetor, ku është edhe jeni në energjinë tuaj, nga shtatorin tetor, ju jeni në energjinë tuaj, dhe ju shoh që ju do mbyllni një cikël të vështirë. Dhe këtu jemi te energjia e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës dhe Luanit. Mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Ju do mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri të lumtur. Do ka përceni të gjitha vështirësitë, do hidhni hapa përpara, por ky ndryshim i madh që do vi në jetën tuaj, do vi që ju për të ndryshuar gjërat që ju kanë krijuar vështirësi deri në këto momente. Dhe shoh fillime të reja, një fillim i ri në dashuri, ju mund të bëni një zhvendosje nga një shtet në shtetin tjetër, nga një qytet në qytetin tjetër, një zhvendosje pune, ose në rastin tjetër mund të jetë një zhvendosje me shtëpi që ju do t'ju ndryshoj komplet energjinë. Ky fillim i ri që do bëni. Dhe kur themi që bëni një fillim të ri të lumtur, nuk do të thotë që gjërat ndryshojnë brenda ditës, por është një muaj që ju do filloni të ndryshoni gjithçka në jetën tuaj, dhe këtu flasim për mirë, duke mbyllur gjëra nga e kaluara. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin tjetër, që është muaji nëntor. Në muajin nëntor
jemi të energji e shenjave të ujit, ju shoh që do ndiheni shumë të sakrifikuar me vështirësitë që ju keni kaluar. Ndoshta është edhe një muaj që do filloni të bëni një analizë të përgjithshme. Do analizoni në lidhje me dashurinë, njohjet që keni pasur, sakrificat, vështirësitë që keni kaluar, si në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose për pjesën tjetër sakrifica që mund të keni bërë me fëmijën tuaj te vendi i punës. Do ndiheni si të varur në gjatë muajit nëntor. Do jeni shumë emocional, ndoshta këto emocione do ndikojnë që edhe ju të futeni brenda vetes për të parë që ju ndoshta keni sakrifikuar shumë, si në lidhje me punën, me dashurinë, me familjen, por dhe nga ana ekonomike. Edhe pse e mbyllni këtë cikël të vështirë që në muajin tetor, ju do filloni të reflektoni në muajin nëntor për të bërë një analizë të përgjithshme të situatave të vështira që keni kaluar në momentin që ju të jeni një hap para drejt diçkaje më të mirë. Gjithsesi, si muaj është një muaj ku ju do analizoni sakrificat që keni bërë në jetën tuaj në lidhje me çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Dërsa në muajin dhjetor është një muaj festash, jemi të energjia kemi 4 energji këtu në fakt, është energjia e shenjës së Luanit, Virgjresha, Akrepi dhe Demi, edhe pse jemi të energji e Karrocës që përfaqëson gaforen, por kemi edhe disa energji të tjera. Kështu që unë shoh që ju do të jepni drejtim gjithçkaje. Në lidhje me personat që janë në njohje, mund të jeni në një udhtim me një person, mund të vi ky person te ju, mund të jetë në një distancë të gjatë, ose të shkoni ju aty. Në rastin tjetër shoh që do të jepni drejtim emocioneve, do të jepni drejtim dashurisë, marrëdhënieve tuaja, ose ju mund të shkoni te fëmijët tuaj gjatë këtij muaji, ose fëmijët vinë tek ju, sepse ka lidhje me familjen si kartë. Por në rastin tjetër shoh që do të jepni drejtim punës tuaj, anës ekonomike gjatë fundit të vitit. Ju mund të mblidheni t'ja kaloni mirë edhe me familjen ose me shoqërinë tuaj. Por kjo ka lidhje që ju do të jepni drejtim edhe në lidhje me shtëpinë tuaj, me prona, me paran, me gjithçka. Më thënë, është një muaj fantastik në lidhje me ju, sepse ju do harini të jepni drejtim çfarë do lloj situate. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt. Atëhere, është një mesazh kemi energji ujë, ju do jeni shumë emocional, dhe ju thot, mos humni një mundësi që do t'ju vi, thot. Mund të jetë një mundësi në lidhje me dashurinë, sepse ju shikoj të përqendruar te gjërat tuaja gjatë këtij viti. Dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë. Dhe është një ofertë në lidhje me dashurinë. Mund të jetë një ofertë në lidhje me punën, mund të jetë një ofertë ekonomike, një ofertë në lidhje me fëmijën tuaj, ose edhe oferta të ndryshme me partneritete, me karrierën tuaj, por dhe gjithçka. Dhe ju thot, hapni syt, thot, dhe gjeni forcën, thot, për të dalë nga e përditshmja juaj dhe për të bërë një fillim të ri. Që është një fillim i ri, thamë, mund të jetë në dashuri, në punë, mund të bëjmë fillime të reja fëmijët tuaj, mund të jetë një fillim i ri ekonomik, një partneritet, një biznes ose diçka tjetër, ose ju të filloni një jetë të re, duke i dhënë drejtim vetes tuaj. Është një mesazh fantastik edhe në lidhje me ju për këtë vit. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj përsëri një vit sa më të mbar dhe të gëzuar në familjen tuaj, por edhe në jetën tuaj të përditshme. Atëhere ju uroj dëgjim të këndshëm, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Dëgjojmë te videot e radhës.